kush mbeti brenda shoqërisë që irritohet edhe në mënyrë më irrituese e kundërshton dhe refuzon gënjeshtrën. Paramendoni vëllazër, pejgamberi alayhis salam thot, un jam garantues, un garantoj dhe e premtoj një shtëpi në mes të xhennetit për atë njeri i cili e braktis gënjeshtrën edhe kur është në pyetje mahia. Loja, edhe me u mahit, ai nuk pranon me rejt. Edhe ty lujt. Do të thotë, shiqoni, Islami sa lart e ka ngrit standardin për me qenë i drejt për drejt. Por mos me pranu gënjeshtrën në asnjë rrethon pjesë të karakterit, personalitetit të sjelljes tonë. Prandaj pejgamberi alayhis salam në këtë hadith e tregoi se sa i dhimbshëm dhe sa i rrezikshëm është përfundimi i gënjeshtrës waliyadhu billah, nga se gënjeshtra çon në zjarrin e xhenemit.